Mirëmëngjes! Jam shumë vonë, po më pret taksia, por doja që t'ju përshëndesja dhe të nisnim ditën së bashku. T'ju tregoj dhe pak veshjen, edhe kam veshur një fund të shkurtër, nuk duket mirë, të bëhet pak të tyre, sepse veshja është shumë e bukur, edhe doja që ta shikonit me patjetër. Okej, këtu besoj është mirë. Vesh këtë fundin e shkurtër nga Hanoja, çizmet e gjata nga Zara, edhe një këmish nga Zara dhe është perfekte si outfit. Do veshim edhe një jacket oversize dhe unë sot tani po iki për të lyer flokët dhe taksia vjen për 1 minutë që kështu të iki të nxitoj se duhet bëhet çantën gati. Made me complete, baby. I've searched high and low, mountain and sea, but now you're with me, my missing puzzle piece. My missing puzzle piece. Erdha në shtëpi. Wow, sa jam lodhur. Edhe më zuri pak taksia tani, edhe të zë taksia nuk e di. E më të nuk e se kishim shumë pak afër isha, por na shëshurit së ndiri këtu në shtëpi. Por, jep, më zuri. Ndrojemi, dhe sa vape, të ndrojmë shpejt, e do hane një gjë, sepse morajnë sanduic shqipare dhe nuk pëlqeu fare. Ishte kështu si fakace, edhe nuk ishte fare në shijet e mia, kishte tartufe kështu dhe sikur më përzjedh, nuk e di, jam dhe para ciklit. Besoj nesër më vinë ose sot edhe jam kështu. O zot si jam. Jam me nerva, jam se me halve mëngjes. Jam shumë e lodhur, tek shkolla nuk isha fare të përqendruar, nuk e di nëse do ta vazhdojmë vlogun, se realisht kam nevojë për qetësinë time. Heq këtë çizme tani, edhe nuk i heq dot, sepse këto nuk kanë zinxhir, janë të bukura kështu, por pa zinxhir edhe hajt heq. E dini sa më ka pëlqyer outfiti, ky fundi që ju thash, duhet ta blini patjetër, nëse ju pëlqen dhe nuk e dini se kush është, ja kam treguar, edhe çizmet, këmishën, çdo gjë janë të reja, kam treguar tek videoja ku kemi bler gjëra. Aty flokët, pra, duken pak shumë të ngrohta aty tek kamera, por bie drita, plus
Kanë dalë pak sepse bëm edhe një trajtim tjetër për flokët, edhe ajo sikur ka pak nuancë, edhe për shkëlqimin, edhe për çdo gjë tjetër, por e sigurt që do shkarkoj sepse toner bëm thjesht e rësuam pak rënjën, se nuk ishte dalë, edhe bëm një toner tek pjesa poshtë, tek flokët, sepse ishin bërë pamjonte, besoj se e keni vërë edhe juve. Sa vlodha, dhe plasa vape me të qisme tani. Po ndrohem, sepse vdiqja për bukë, edhe do bëj pak brokoli të zjerë, edhe mua kur më hahet bukë, më hahet gjellë, nuk më hahen gjëra kështu që ti ki marrë të skuqi, nuk mundem, më hahet bukë tamam. Që kështu duhet të bëj më tas kebab, ose duhet të bëj gjellë me lakra, po me turshi, kene provuar dhe shumë e mirë, ose mashurka. Ja, dhe flokët, si kanë dalë, kështu. Edhe me bëri një nga vajzat që punon tek Ola, sepse Ola është jashtë shtetit, dhe unë doja urgjentisht që të ndryshoja të bjonden, do më thënë t'i bëja një toner, t'a mbyllja pak, edhe sikur është të mbëlsuar floku, edhe është pak më e ngrohtë, edhe tani për në vjesht, lyem dhe pak rënjën sepse kishte dalë, edhe ja se si duken, janë kështu. Si ju duken juve? Duken pak çuditshëm, sepse isha mësuar me ato fijet, por unë dua që ti bëj edhe më shumë, do më thënë ti bëj edhe pak më shumë çokoladë, ndoshta. Si ju duken juve? Nëse i ka të hatë tani se ndoshta është bërë dhe brokoli, se ju thashë po më haj shumë bukë. Edhe nuk e di çfarë të bëj për këtë video, ndoshta del më pak se 10 minuta. Nuk ka problem, do e postojmë që në fund të ditës po mundojmë do po nxjerr video ditë për ditë, edhe kur nuk jam shumë në Terezi, nuk dua ta sforcoj veten time, do bëj diçka që në fund të ditës nuk më bën të lumtur. Që kështu mund t'jetë një video e shkurtër, mos më shkruani çfarë janë shgënjeve, sepse realisht kur kam shkollë është pak e vështirë për të xhiruar, edhe sot që isha gjithë ditën aty tek salloni, normale që është ndonjëherë e pamundur. Lova pak aty te sheshi Wilson, domethënë aty vajta. Pra syzet i bëra me xham mbrojtës, me refleks blu, për kompjuterin, për telefonin, kur editoj, për iPadin, edhe janë këto të mjus. Edhe t'ju tregoj sa bukur që kanë dalë me këtë refleksin, sepse ai xhami që unë kisha marrë që dhe lexonte dhe duke sikur ishte qesje, ma shpifte ashtu, sepse normale janë xhama thjesht që i mbajnë aty te optika dhe nuk kanë asnjë funksion, ose mos them nuk janë xham fare, por dhe i bëra kështu tani. Ka një refleks në sakt si jeshil, edhe i bëra me mbrojtje 75%, kishte edhe me mbrojtje 100%, por kushtonte gati 100.000 lekë më shumë, edhe thash besoj se mjaftojnë për aq sa kohë harxoj në telefon, edhe në kompjuter, duke edituar, edhe duke punuar për punë të ndryshme. Edhe kështu goca, pagova 75.000 lekë, ishin 100, mi bëri me ulje 75, ishte çmimi, po 75. Kurse ato me xham tjetër ishte 170. Edhe tani edhe me këto flokë edhe me këto syze dukem krejtësisht si tjetër njeri. Por nëse se po flas për dalliqe sepse jam para atyre edhe realisht nuk di as vetë çfarë po flas, çfarë po më nxjerr goja që kështu. Po i mbyll dhe po i kit ha.